Lajni në mëngjes dhe më pas shkoni në punë, ja pse nuk duhet ta bëni më. Një dush i mirë në mëngjes shpeshherë konsiderohet si çelësi për të nisur ditën me pozitivitet, por ja gabimet që ju bëni më së shpeshti në dush. Të lani fytyrën në dush. Sipas ekspertës të kujdesit ndaj lëkurës, nxehtësia e ujit dhe shtypja mund t'i bëjnë keq lëkurës tuaj. Të përdorni sfungjer. Përdorimi i sfungjerëve krijon një hapësirë të përsosur për bakteret dhe ato sillin rreziqe shëndetësore, por të paktën siguroni që t'i ndërroni shpeshherë. Të qëndroni mbi ujin e përzierë me sapun. Kjo nuk do t'ju apastroj këmbët, në të vërtetë fungusi mbetet në ujë të ngrohtë. Të lajni në ujë të ashpër. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, duhet të shmangni ujin natyral dhe të lajni me ujë të shisheve apo të instaloni filtrues. Mjekët estetik thanë se uji me nivel të lartë të kalciumit mund ta irritojë lëkurën e njerëzve me gjendje të lëkurës si ekzema.